Rreth orës 9:30 minuta në aksin rrugor kryebushat Harku i Bordicës. Shtetasi GM, duke drejtuar automjetin, dyshohet se ka humbur kontrollin dhe ka përplasur shtetasin RG, i cili po lëvizte me biçikletë. Shtetasi RG ndodhet nën kujdesin e mjekëve në Spitalin Rajonal Shkodër, ndërsa shtetasi GM u shoqërua në komisariat për kryerjen e veprimeve procedurale. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin AS, 57 vjeç, banues në fshatin Vorf, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Referuan materiale në prokurori pasi shtetasi KSH, 27 vjeç, banues në Theth, duke drejtuar automjetin ka humbur kontrollin dhe si pasojë automjeti ka dalë nga rruga. Nga aksidenti është dëmtuar lehtë pasagjeri në automjet shtetasi PK, 49 vjeç. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin AL, 43 vjeç, banues në Shkodër, për veprën penale ushtrimi i aktivitetit të palicencuar në organe tatimore, fshehje të ardhurave dhe punësimi i paligjshëm, pasi ushtronte aktivitetin në një lokal të paregjistruar në organe tatimore në lagjen Manush Shalimani. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për një 17 vjeçar për veprën penale, prodhim, mbajtje, blerje apo shitje pa leje e armëve të ftohta, pasi gjatë kontrollit fizik shërbimet e policisë i gjetën një thik biçak që e mbante pa leje. Gjithashtu specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materiale në prokurori pasi shtetësja BM, 50 vjeçe, e banuese në Shkodër, ka kallëzuar se shtetësi IM, 64 vjeç, banues në Shkodër, ka prishur nga pakujdesia një pjesë të tavanit të banesës së saj. Materialet proceduriale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.